Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 48 orë arrest me burg për ish-ministrin e ekonomisë të Maqedonisë së Veriut. Kreshnik Beteshi do të qëndrojnë në paraburgim së bashku me ish-drejtorin e Inspektoratit të Tregut pasi gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë. Gjykata e Koçanit e ka pranuar kërkesën që Beteshi të dërgohet në paraburgim të shkurtër bashkë me 7 të dyshuar të tjerë. 48 orë paraburgim i është dhënë Bekim Maksutit, ish-drejtorit të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Mbitarë ndojnë dyshimet për kushtet e dhënies së licencës për hapjen e diskotekës në Koçan, ku si pasojë e zjarrit në të 59 persona ndruan jetë dhe 135 të tjerë janë të plagosur, disa në gjendje të rëndë. Pas thirrjeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për nxjerrjen para ligjit të përgjegjësve për ngjarjen tragjike në Koçan, reagoi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Përmes rrjeteve sociale, sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Faton Ahmati, tha se përgjegjësi do të ketë për rastin tragjik në Koçan, por se e vërteta dhe drejtësia duhet të dalin në pa pavarësisht përpjekjeve për manipulim. I jepini kryetarit çelësat e qytetit dhe kompetencat, por jo dhe përgjegjësitë. Kështu e kupton dikur sot decentralizimin ku gjithmonë ka një tjetër që mbetet fajtor, shkruan Faton Ahmati, sekretari i përgjithshëm i BDI-s. Maqedonia e Veriut u përfshi nga protestat në Koçan. Një grup qytetarë shkatruan lokalin klasik pronarit të cilit është zotruesi diskotekës ku nga zjarri humbën jetën 59 persona. Protesta e nisur në park vijoi përpara bashkisë me sloganet "Duam drejtësi", "Radhe të gjithëve" dhe "Vrasësit", duke filluar nga sheshi i qytetit Sloboda, duke marshuar në rrugë dhe duke u ndalur përpara objektit të komunës së Shtipit, ku kanë thirrur kushdo mund të jetë më pas. Vrasje. Një pjesë e turmës ju drejtua dhe banesës së kryetarit të komunës së Koçanit, por që u ndaluan më pas nga thirrjet e një prifti për vetëpërmbajtje. Një ditë më parë për këtë ngjarje dha dorëheqjen kryetari i komunës së Koçanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Lupço Papazov. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ecuria e procesit dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në thelb të takimit ndërmjet të dërguarit të Bashkimit Evropian Peter Sorensen me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit, Sorensen deklaroi se procesi i dialogut solli shumë zhvillime që kërkojnë përpjekje për të punuar mbi to. We were having a conversation about how the process can continue and can move forward. So as that, it's a good beginning. Kemi pasur një bisedë rreth mënyrës se si procesi mund të vazhdojë dhe të ecë përpara, kështu që është një fillim i mirë, tha Sorensen, ndërsa ndalesa e radhës është në Beograd. Right now, the goal for me is to talk to people and hear where they are on the position. I have both interlocutors here in Pristina, but I also have to go to Belgrade. And once I have had these conversations, I can sit down and assess where we are. But it's very clear the dialogue process has led with it a number of significant developments, and we need to build on those. Tani për tani, qëllimi është të flas me njerëz dhe ta kuptoj këndvështrimin e tyre këtu në Prishtinë, por duhet të shkoj edhe në Beograd. Atëherë mundem të ulem dhe ta vlerësoj se ku jemi. Është i qartë se procesi i dialogut ka pasur disa zhvillime, por duhet të punojmë ende në to, deklaroi Sorensen. Ai tha se u takon palëve ta përcaktojnë nëse nevojiten kompromise apo jo, por shtoi se dialogu është pikërisht për këtë, dhe këtë kemi bërë që nga viti 2011. Lëvizja vetëvendosje kërkon anullim të 18.000 votave me postë të LDK-s, shpallje të rivotimit me postë të diaspor dhe eliminimi nga lista të Hysén Çekajt. Ankesat të dërguan në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa pas shpalljes së rezultateve përfundimtare zgjedhore që do të duhet të hapte rrugë për certifikimin final. Blerim Sallau dhe Alim Rama nga kjo parti njoftuan se kanë dërguar 20 faqe ankesa me, siç pretendojnë ata, sërish prova të manipulimeve të votave nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Lëvizja vendosi në zgjedhjet e nëntshkurtit sipas rezultateve përfundimtare të shpallura javën që lan pas ka KQZ fitoi 42.3% të votave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.